Ramazani në kohën e profetit Muhammed alayhi selam. Ramazani nuk ishte për profetin Muhammed alayhi selam thjesht një muaj agjërimi. Ajo ishte stina e zemrës, koha kur qielli afrohej më shumë me tokën dhe shpirti i çlirohej nga pesha e dynjas, që përpara hyrjes së Ramazanit, profeti alayhi selam fillonte të përgatitej shpirtërisht. Hadithet tregojnë se ai e shtonte adhurimin në muajt e Rexhep dhe Shaban duke u lutur: O Allah, na beko në Rexhep dhe Shaban dhe na mundso ta arrijmë Ramazanin. Kur hëna e Ramazanit shfaqej, profeti alayhi selam e priste këtë muaj me gëzime dhe respekt të thellë. Ai u kujtonte sahabëve se Ramazani ishte muaj në të cilin hapeshin dyert e xhennetit, mbylleshin dyert e xhehenemit dhe shejtanët lidhen. Agjërimi i profetit alayhi selam. Agjërimi i profetit alayhi selam nuk ishte vetëm për mbajtje nga ushqimi dhe pija. Ai ishte agjërimi i syrit, i gjuhës dhe i zemrës. Ai ishte njeriu më bujar, por në Ramazan bujaria e tij ishte si era e fortë që shpërndan mirësi pa ndalesë. Ai ushqente të varfrit, kujdesej për jetimët dhe nxiste sahabët të shtonin sadakan. Profeti alayhi selam e hapte iftarin me hurma dhe ujë, duke ndjekur një thjeshtësi që ishte në përputhje me natyrën e Ramazanit. Ai na mësoi se bekimi nuk qëndron në bollëk, por në falënderim. Kurani dhe Ramazani. Ramazani në kohën e profetit alayhi selam ishte i lidhur ngushtë me Kuranin. Gjibrili alayhi selam e takonte profetin çdo natë të Ramazanit dhe e përsëriste me të Kuranin. Në vitet e fundit të jetës së tij, kjo ndodhi 2 herë, një shenjë e afrimit të lumturisë së tij. Kurani nuk lexohej vetëm me gjuhë, por jetohej me vepra. Sahabët e shihnin profetin alayhi selam si Kuran që ecste mbi tokë. Netët e Ramazanit. Nata për profetin alayhi selam nuk ishte kohë pushimi e plot. Ai falej, lutej dhe qante para Allahut. Ai e gjallëronte natën me namaz, sidomos në Ramazan, duke i mësuar umetit se qetësia e vërtet gjendet në sejdë. 10 netët e fundit, kulmi i Ramazanit. Kur hynin 10 netët e fundit të Ramazanit, jeta e profetit alayhi selam ndryshonte tërësisht. Hadithet tregojnë se ai shtrëngonte rripin, shtonte përkushtimin, zgjonte familjen për adhurim dhe largohej nga komoditeti i kësaj bote. Ai hynte në itikaf, duke u tërhequr në xhami, i përkushtuar vetëm tek Allahu. Qëllimi i tij ishte të arrinte natën e Kadrit, natën që është më e vlefshme se 1000 muaj. Në këto net, lutja e tij ishte e thjeshtë por e thellë. O Allah, ti je falës dhe do faljen, andaj më fal. Ramazani si shkollë jete. Ramazani i profetit Muhammed alayhi selam nuk ishte izolim nga jeta, por rregullim i saj. Ai na mësoi se Ramazani është shkollë vetë për mbajtje, durimi dhe afrimi me Allahun. Kur Ramazani mbaronte, ndikimi i tij vazhdonte, sepse qëllimi i Ramazanit nuk është vetëm 30 ditë agjërim, por një zemër e ndryshuar për gjithmonë. Kështu ishte Ramazani në kohën e profetit alayhi selam, i thjesht në formë, i thellë në kuptim dhe i përjetshëm në mësim. Një muaj që nuk ndryshon vetëm orarin e njeriut, por fatin e tij.